E pra të dashur miq, ja ku po ritakohemi për të komentuar një ngjarje që ndodhi brenda në shtëpinë e Big Brotherit. Do me thënë, fatkeqësisht mes vajzave, mes Gretës, mes Selin edhe mes Juelës, nuk mund të ketë paqe në asnjë mënyrë. Ditën e sotme, do me thënë pak minuta më parë, ndodhi një debat shumë i nxehtë, teksa Juela, në fakt, ishte ajo që hapi debatin, tani le të jemi të sinqertë, provokonte Gimbon dhe provokonte Selinën për dashurinë e rrejshme që Gimbo ka kundër drejt saj. Që mua realisht nuk më duket dashuri e rrejshme, mua më duket shumë dashuri e vërtet kundër drejt Selin. Do me thënë Gimbo është shumë i sinqert në atë që e ndjen dhe është shumë i vërtet. Dhe normalisht Selin i kthehet që i thotë ti uroj të kesh dashuruar ndonjëherë, ashtu siç unë kam dashuruar, do me thënë dhe ashtu siç unë dashuroj, do me thënë e ndjej në një farë mënyre, mos themi dashuri se shumë e madhe, por e ndjej. Dhe Juela përfshiu dashurinë e jetës së saj dhe përfshiu burrin e saj dhe nxori krejtësisht muhabetin nga konotacioni, sikurse Selin, do me thënë ja përmendi burrin që i ka vdekur dhe e dim do me thënë historinë se sa të dhimbshme e ka. Dhe në këtë pikë Juela rëshkiti pak për mendimin tim. Tani, të debatosh dhe të krijosh një diskutim. Nuk është puna vetëm të bërtasësh, nuk është puna vetëm të flasësh gjatë gjithë ditës, të acarosh gjatë gjithë ditës për të qenë në qendër të vëmendjes. Unë e di që Greta dhe Selin Juelës ja prishën pazare, do me thënë ja prishën kutinë e Pandorës, një ndër gjërat më të rëndësishme brenda në shtëpi. Por nuk është e nevojshme që të përmendësh historinë tënde nga jashtë edhe të thuash pastaj që ma përdorni ju brenda shtëpisë, vetëm e vetëm për të qenë në qendër të vëmendjes dhe e din që debati me Selinën ti të ngren, se jo se ka diçka personale Juela, unë jam shumë i bindur. Juela ndjehet e rrezikuar në këtë televotim të hapur, do me thënë ajo mendon me saj dhe Arditi që mund të jetë njëri nga banorët që do të del, jo më kote mban në krah Rogertin dhe hapën tematika të tilla që në fakt nuk ishin pjesë e diskutimeve. E shoh që vajzat, do me thënë, mund të degradojnë jashtëzakonisht shumë, sepse jam i bindur që duke parë nxemjen që e kanë në diskutime, vllau i madh mund të përfshi përsëri njëra nga goca, që në këtë rast mund të jetë Greta apo Selin, por mendoj që Selin është pak më e kapshme, në kutinë e Pandorës dhe mund t'i përballen përsëri me Juelën. Do me thënë, e shoh Juelën që është shumë e pasigurt, ndoshta edhe ndjehet shumë vetëm brenda shtëpisë dhe mundohet që të prekën çdo temë vetëm e vetëm për t'u viktimizuar dhe për të krijuar një debat me Selin. Selin nuk ja përmendi burrin e saj, por ja përmendi dashurinë. Tani të thuash ti që un kam dashuruar, nuk do të thotë që un po të prek historinë tënde, po të them që ti ke dashuruar dhe ti që ke dashuruar duhet ta njohësh shumë më mirë dashurinë tonë. Por Juela është e pret që nuk do të jetë e ftuar në dasëm tek Selin dhe Gimbo dhe për këtë rast do me thënë Juela është deri në këtë pikë kaq e acaruar dhe revoltuar.